argument apo të ketë arsyetim, ta themi kështu më but, që u detyrova të bëj edhe me PDK-n, pasi i shterova, i ezaurova të gjitha kanalet e komunikimit, kërkesat edhe vullnetin për LDK-n. E kemi edhe në intervistë, është mjaft indikative përmendja e PDK-s edhe largimi PDK-s ka pushteti mas 20 viteve mbrëm në intervistë. Kjo tregon që zoti Kurti po taktizon në kuptimin që jam duke i shfrytzuar të gjitha mundësit ta parandaloj PDK-n në aspektin edhe në kuptimin që të ndërtoj një bindje që rivali apo kundërshtari kryesor politik i bindjeve politike të vetëvendosjes, si koncepteve për cilat qëndron vetëvendosja edhe zoti Kurti në këtë rast, është Partia Demokratike dhe nuk ka asnjë pikë të përbashkët edhe asnjë potencialisht mundësi bashkëpunimi, por kjo nuk duhet të mirët bardhëzi, Arben. Kjo mund të konsiderohet, të shikohet edhe nga këndi i ndërtimit të rivaliteteve apo ngritjes së kundërshtive politike në mënyrë që kur të vije momenti i bashkëpunimit të ndohet më pak kulashi, ndërsa për sa i përket me LDK-n, edhe forma e bashkëpunimit me LDK-n, është shifet që ka një disponim edhe së paku duket që s'ka refuzim, të themi kështu a priori për bashkëpunime, ka alternativa të propozuara nga LDK-ja, por mendoj që do të jemi dëshmitar edhe për shkak kësaj blokade, këtij ngërçi, ta quajmë kështu, politik që vazhdon edhe tani,